ju ato? Po i shumë e shqetësim në fakt, sepse çdo kush që tenton të mendoj ndryshe nga lëvizjave të vendosje, me njëherë sikur anatemohet dhe me njëherë shpallet tradhtar, shpallet i poshtër, shpallet i lidhur me interesa krejtjera dhe sikur futen në përdo labirinthet konspiracioneve të pa mbarim që përmes agendave propagandistike, sidomos përmes rrjeteve sociale, me një propagandë të pashoq, sikur po baltosin njerëz edhe sidomos në këtë rast presidentin Osmani, dhe kjo nuk është politike shëndosh. Ne jemi munduar ta injorojmë, të mos merremi me të, ta lëmë anash, sepse nuk është kjo arsyeja pse jemi bashkuar, nuk është kjo arsyeja pse jemi sot në një rrugtim për një përbashkim më të madh, është arsyeja që të ofrojmë me qytetarët dhe të ofrojmë një alternativë qeverisë shumë më të mirë edhe më dinjetoze, jo përqarëse, thjesht përbashkuese. Dhe unë i shoh me shqetësim ato, po ndoshta janë kalimtare, do të kalojnë, sepse siç e ka inflacioni ekonominë e vendit, edhe propaganda ka një inflacion të madh, nuk i beson. Inflacion të madh, pra ka rritje. Në anën tjetër mund të merret kjo si normale, jo normale në aspektin e gjuhës dhe fjalëve të cilat përdoren, por po ashpërsohet gjuha